atë ditë 5 marsit 1998 në orët e mesditës, sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga i rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serb. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor i general lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Andaj, nën këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët dhe të gjallët e mbjetuar të epopesë së UÇK-s. Sot, nesër, pas nesër, çdo vit dhe përgjithmonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi të rënëve në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, lavdi dëshmorëve të lirisë, rroft ushtria e Kosovës dhe ne bashkë me të e krah ushtarëve të ardhëll.